Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar teleshikues, po takohemi me emisionin Studia Apër. Jemi në prag të zgjedhjeve lokale, të cilat do të mbahen në nivel republikan, por skenës politike në Lugin të Preshevës do të bashkangjitet edhe një subjekt të ri politik. Me mua sonte në studio do të jetë Shqiprim Arifi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, Armen Daliu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, dhe Mendurim Presheva. Mirëmbrëma. Mirë, nderuar të shkuar do flasim për lëvizjen e re politike, cilët besoj se jeni ndjeni, duke parë informacionet që kanë rrjedhur për këtë lëvizje, pra që do të bashkangjitet skenës politike në Preshev. Megjithatë, sipas gjitha informacioneve, lideri i kësaj lëvizje do të jetë Shqiprim Arifi. Megjithatë, për teleshikuesit tanë do të kërkoja nga Shqiprimi një biografi të shkurtër për të parë se kush është Shqiprimi, me që një kohë gjatë ka qenë në Gjermani, se nuk gabohem. Pikë së pari faleminderit për këtë emision sot. Unë nështë para se me hime folë për veti, nështë për këtë informacionin të cilën të cekën në lidhje me a është lideri apo nuk është lideri, na jena për momentin si këshill iniciues këtu. Unë jam thjesht koordinator i këshillit iniciues, i cili ka për detyrë me dorëzu veprimtarinë e iniciimit të një lëvizje të re deri në Kuvendin themelues. Unë kam lindur në Gjermani, jam rritur në Gjetër të 8 vite, pastaj para një 2 viteve jena këtu. Jetoj tash tutje me komplet familjen time këtu. E kom kryer shkollën ekonomike, drejtim të logjistikës, dhe tani këtu së bashku me shokët e mi të tjerë e kena startu lëvizjen e re politike, e cilë, si e thatë edhe ju më herët, do t'i bashkangjitet kësaj skene politike këtu në Preshev. Ma më menje për nga parzoni kjo mjafton, disa qëtash edhe mrenda kohës më vetëm jam të njoftuar edhe me meja personalisht. Tash na jena këtu si sonte jena si këshill iniciues, i cili pak a shumë do të njoftoje publikun me rrjedhjet e muajve të fundit të cilët kanë ndodhur pikë kur kena startuar lëvizjen tonë dhe iniciativën tonë, dhe kështu që vazhdojmë që. Po, Armend, me që edhe vetë Shqiprimi tha ende nuk dihet se kush do të jetë lideri i kësaj lëvizje politike, është vetëm një koordinator i këtij këshilli iniciues. Sa jeni ju të gatshëm apo çfarë është figura e Shqiprimit që ndoshta shumë shpejt do të mësohet kush do të jetë lideri, por megjithatë me që ka qenë koordinatori i këshillit iniciues deri më tani puna më e madhe është besuar Shqiprimit. Kush është për juve Shqiprim Arifi? Kështu, lëvizja e re politike që është në themelim e sipër në Preshev. Ka plan para se gjithashtu të ndryshoj konceptet edhe mentalitetin politik të deritanishëm që është aplikuar në Preshev. Vetë themelimi i jonë si lëvizje politike apo si subjekt ashtë së shpejti edhe si parti politike e regjistruar, e ka konceptin ndryshe të leadershipit edhe të liderit. Ne nuk, në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që të ndërtojmë një parti politike e cila bazohet vetëm në një figurë që ka qenë deri praktika deri tani. Ne po mundohemi që të mbledhim një grup sa më të madh të mundshëm të rinjve, të cilët janë në gjendje që t'i anashkalojnë interesat e tyre personale, të bashkangjiten në një lëvizje të re, në një subjekt politik të ri, i cili do të angazhohet në përmirësimin të përgjithshëm të gjendjes aktuale në Lugin të Preshevës. Me sy në fillim, regjistrimi i partisë politike do të bëhet vetëm në Preshev dhe do të funksionojmë vetëm këtu. Shqiprimi e ka pas, me që ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbledhjen e këtyre të rinjve, cilët jemi tashmë pjesë e këtij subjekti, si me lloj një automatizmi e ka marrë rolin e koordinatorit, edhe deri tani ka kryer një punë të shkëlqyer, kur them e kam fjalën për rekrutim të njerëzve, edhe për biseda me njerëz, për takime me njerëz, edhe për kujdesin që në qasjen tonë të themelimit të partisë politike të aplikohen rregullat moderne të Evropës nga ku vjen edhe veç Shqiprimi. Mendurim, si e keni parë ju këtë lëvizje të re politike në Preshev si një ri që keni shprehur dëshmërinë që jeni pjesë e këtij subjekti politik? Po, do të thonë është e vërtet. Edhe unë jam antar i këshillit iniciues, do të thonë, ju kam bashkangjit këtyre djemve të ri, cilët kanë vendosur, e dim se çfarë situate politike me vite me radhë është duke u bërë në Preshev, çfarë politike është duke u zhvilluar këtu. Si çdo i ri, si çdo qytetar, si çdo intelektual i ri, kam shprehur edhe unë nga dëshmërinë, kam shprehur vullnetin më bashkangjit këtij grupi,
Kena pas shumë takime me këta njerëz. Unë personalisht për vete jetoj dhe veproj në Prishtinë, por besoj se mund t'jap edhe unë një kontribut në këtë vend. Besoj se ky vend meriton për një jetë pak më të mirë, për disa djem pak më të mirë, disa djem të ri, siç janë Armendi, Shqiprimi, Gazmendi, Kenani, Nezaqeti, mos i numroj gjithë këta, edhe moralisht jemi partuar, kemi rënë dakord që të jemi unik, të jemi për një alternativë ndryshe në këtë vend. Do më thënë se kjo situatë në çdo aspekt nuk është nivelin e duhur. Qoftë niveli i arsimit, qoftë shëndetësia, qoftë siguria e qytetarit. Çdo gjë besoj që ka nevojë për disa djemë që janë intelektual të ri, të specializuar në fusha të ndryshme, që do të japin kontribut në shumë aspekte që meriton ky vend pak më ndryshe. Mirë. Shefrim, do të rikthehemi përsëri tek ju. Ju thatë se keni lënë Gjermaninë dhe një pyetje hipotetike ndoshta pse vendosët që të lëni një vend siç është Gjermania, një vend me zhvillim dhe me perspektivë dhe të ktheheni në një vend siç është Ballkani ku ende nuk ka një stabilitet të qartë përgjithësi. Kriteret jo ndryshe, do thot për arsye se është një vend i cili është i zhvilluar, është një vend i cili e ka arritur një nivel ose një stad i cili është në krahasim me vendet në Ballkan në përgjithësi ose në vende tjera ndoshta në botë, është tepër i avancuar. Pikërisht kjo ka qenë arsye për me lënë. Aty ti ke dhënë atë kontributin tënd, të cilën unë e kam lënë atje, sa kam pas mundësi si në aspektin e biznesit, si në aspektin shoqëror apo jo. Dhe ka arritur një kulminacion. Pastaj është lidhja subjektive, s'mujtesh ti me përshkruaj në mënyrë logjike pse me lënë në Gjermaninë apo më kthy këtu, por thjesht është lidhje subjektive. Unë jam i lidhur me këtë vend, kam qenë gjithnjë i lidhur me këtë vend, familja ime gjithashtu, prindërit e mi etj, këtë kanë kontribuar në këtë ndërtimin e kësaj ndjenje subjektive tek unë, e cila është dashnia edhe ku marr këtu. Kjo është jo. Plus është edhe diçka tjetër, do thotë këtë kjo të cilët na jetojmë atje. Diaspora jonë ka pas një qëllim për me jetua gjithë qëllimi kuptohet, nuk kuptohet, na kena jetu pin viteve 80, 90, 89, kena jetu një situatë shumë vështirë këtu, edhe diaspora ka bo kuptim në këtë mozaikun i ndërtuar politikisht edhe historikisht në këtë vend. Kuptimi ka qenë atë që me kontribu për këtë vend edhe me liru këtë vendin nga represaljet, nga terrori edhe nga shtypja e madhe e cilën neve si popull na ka ndodhur. E tash, dukur vjen një moment kur është arritur kjo që ne e kena liru këtë vend, kena dhonat kontributin tonë se ka qenë dyfisht, është njëra diaspora cila ka kontribu, po edhe njerëzit këtu të cilët kanë qenë vendas edhe kanë kontribu në çlirimin e vendit. Kur e ka arritën këtë moment, diaspora, pyetja për vetveten time ka qenë e shka tash. Edhe sa unë do të jetoj këtu, edhe sa unë do ta çoj një jetë sa me thonë me një nivel pak më ndryshe, kur është ai momenti tek unë edhe tek diaspora në përgjithësi me lënë veten onësh prap edhe një herë për arsye të shumta që na mujtemi të diskutojmë tash në emision, por sidomos për arsye se vendi po shpraset. Edhe kjo është një pyetje të cilën ti ja shtron vetvetes dhe pastaj hin kjo ndjenja subjektive prap aty edhe thot nein, tash është momenti i fundit, na tash duhet me dhon komplet kontributin ton, edhe për këtë arsye jo vetëm unë, po ka shumë si unë, jo vetëm këtu në Preshevë, po ka edhe kish edhe në Preshevë për fat mirë, unë se kom ditën, kish edhe njerëzit të cilët ju kthyen pe diasporës dhe jetojnë edhe ende këtu në Preshevë, edhe japin atë kontributin e vet në atë sferë ku mujtën ta japin, edhe domethënë ka me pas gjithnjë kësë njerëz, edhe tash nuk është diçka shumë e madhe ose speciale atë të cilën na kena buon. Nuk e kena bo asgjë me këshirë hall jena këtu në shtëpinë tonë. Apo jo, në shtëpinë time, te familja jeme, te shoqënia jeme, te vendi ku edhe fëmijët e mi ta dinë se pinga vinë, ta ndërtojnë atë familjen e vet, ato marrëdhëniet jo vetëm një herë një vit, po ton vitin këtu me komplet ato rrjedhjet familjare. Dhe kështu që ne s'kena bo asgjë diçka shumë të madhe, kështu që plotësoj përgjigjen e Shqipërimit. Pasi është emisioni karakterit informues jena këtu për me informu vendasit tonë, popullatën tonë. Ato ku e tha Shqipërimi, do me thonë ju premtojmë, ju garantojmë se na jena zëri këtij popullit. Na jena ata të lojmë fjalët, ja ishin ata, ishin këta për këtë qëllim më formuesi.
ne ju garantojmë me jetë se jemi zëri i popullit, zëri i qytetarëve të Preshevës, zëri i qytetarëve Preshevës që janë duke përjetuar një keq politik bërje vite me radhë që po shkon vetëm duke u përsërit. Nga dy subjekte kryesore, por që kanë subjektet e vogla që i bashkangjiten keq politikës bërje tyre. Ne jemi zëri djemve të ri, intelektualve të ri, që përfundojnë fakultetet, janë të pa punë, janë pa motiv, pa jetë, kena njerëz që kapin diasporën pas një motive. Na jemi, Shqipërimi është kryesori, që unë, si me ndorim ju kom bashkagjit ideje Shqipërimit, ka jetu 20 vite, 38 vite në Gjermani, ka punue shumë bizneset veta, ka pas të ardhura shumë të mira, financiarisht ka qëndru mirë, dhe është në gjendje me sakrifiku vetën, gjithë familjen për këtë vend, me arë këtu, me kontribu për çka? Për një qëllim, një ideal, për një jetë më të mirë, me njerëz më të mirë, në fushat të caktuara me profesionalizëm. Ne i ftojmë gjithë ata që janë si puna ime, si puna Armendit, që janë të specializuar në një fushë të caktuar. I ftojmë të na bashkangjiten. Nuk ka rëndësi, a është këtë parti, a është ajo parti. Ne dojmë një lëvizje të re, një lëvizje që ky vend ka pas nevojë vite me radhë, ka pas nevojë 10 vite, 15 vite. Unë për vete besom se me gjithë zemër i kom bashkangjit këtij me djemve, se këtë lëvizje e ka prit ky vend vite me radhë. Edhe më ka pëlqyer ideja, ju kom bashkangjit, personalisht s'kam qenë kurrë asnjëherë i kyçëm. Familja ime nuk kanë qenë asnjëherë. Kanë dhënë kontributin e tyre intelektual. Prindem për shembull, nëna ime, babi im, kanë përcjell mbi 40 gjenerata. S'kanë qenë kurrë të varën prej partive politike. Po unë moralisht e ndjej veten që dua të kontriboj si Shqipërimi. Edhe unë ndoshta sakrifikoj veten, ja jap me qytetarit një mundësi. Ndoshta nuk do të bëjmë kur gjë, po ndoshta jemi na ata që do të shkruajë edhe historia ndoshta për neve. Erdhi një lëvizje e re, ndryshoi qytetin, ndryshoi mentalitetin, ndryshoi kulturën, ndryshoi gjithçka. Dhe përsëris edhe një herë, për me përfundu këtë pyetje, i ftoj gjithë ata që e ndihen veten të sigurt, që e ndihen veten që mund të japin një kontribut pa interes personal, pa interes familjar, kontribut për këtë vend, që ndoshta ne nuk do ta përjetojmë më shumë, po gjeneratat e ardhshme do të jenë ata që do të jem falënderues nesh që ka ndryshuar gjithçka në këtë vend. Mirë, duke ndërlidhur me mendurimin Armend, edhe ju keni një përvojë, keni punuar me organizata ndryshme ndërkombëtare dhe nuk dia keni qenë pjesë ndonjë subjekti politik. Pse vendosët pikërisht qeni pjesë në lëvizje? Domosdoshmëria për një alternativë ndryshe për një mundësi të re politike është e shfaqur ka 15 vite. Domethënë këto dy partitë e mëdha, cilat po udhëheqin Preshevën me koalicionet e tyre të çuditshme për interesa shumë personale të njerëzve, me nepotizmin i cili po ndodh në secilin institucion, me keq menaxhimin e çdo institucioni publik, me këtë shkatrimin e çdo vlere të cilën Presheva ka gëzuar deri tani, edhe me lirisht mund të them edhe me këtë çnderimin që na kanë bërë si preshevar në publikun më të gjerë, e kam fjalën për publikun shqiptar, për këtë shnderimin apo për këtë shronjosjen e emrit pozitiv cilin e kemi gëzuar si preshevar, si lugin e Preshevës, se e kemi gëzuar një autoritet, se jemi pjesa më e vogël e kombit ton, e ndarë, jemi pjesa më e rrezikuar e kombit ton për momentin, edhe gjithmonë deri tani, deri viteve të fundit e kemi treguar një solidaritet të atashëm kur ka qenë nevoja, një trimëri e kemi treguar kur ka qenë nevoja, gjë e cila na u ka shkëputur nga kequdhëheqja. Një kequdhëheqje e cila fatkeqësisht prioritet e ka punësimin e njerëzve familjar, apo prioritet e ka interesin personal dhe asgjë tjetër. Edhe këto diskutime me trit, ka 10 vite që bëhen. Ne jemi munduar edhe kemi biseduar me shumë tri, madje edhe nga subjektet aktuale politike, nga këto subjektet e mëdhaja, sepse subjektet e mëdhaja aktuale, zërin e të riut dhe zërin e femrës, zërin e të riut, zërin e intelektualve, e kanë shtypur maksimalisht, edhe bisedat kanë qenë edhe me antarët partive të mëdha, që edhe ata vete pranojnë që është një keq menaxhim, nuk po na ecin punët mirë, por deri tash nuk është materializuar në një iniciativë konkrete.
Me njoftimin me shokët edhe shoqet cilat janë pjesë e iniciativës tonë, kjo gjë po konkretizohet, edhe ajo që është jo e çuditshme për mua se unë kam qenë i vetëdijshëm absolutisht që mjafton vetëm një iniciativë e vogël edhe pastaj gjërat do të rrjedhin vetë, siç është duke ndodhur me neve, se ne nuk kemi bërë ndonjë gjë të madhe, deri tani kemi dalë një herë në televizion, edhe ajo dalje publike jonja nuk ka mund me ndërprerë rrjedhin apo rekrutimin e njerëzve, domethënë që është i pandërprerë, edhe që lëvizja jonë politike çdo ditë më tepër rritet, edhe ne tashmë ky proces edhe me absolutisht është duke rrjedhur me automatizëm, edhe ne duke qenë vetëdijshëm se kjo do të ndodh, ne thjesht kemi qenë si me thënë një iniciativë, tamam një këshill iniciues, i cili ja ka mundësuar trive edhe të rejave që kanë qenë të dëshpëruara ka 15 vite, por që nuk kanë pas një mundësi se ku të drejtohen, ne vetëm ja kemi mundësuar që ta materializojnë dëshirën e tyre për të kontribuar për këtë vend. Mirë, Shqipëri, me që Armende dhe mendurimi dhanë disa nga detajet për rrjedhjet dhe për iniciativën për këshillin iniciues, çfarë kanë qenë themi ato pikat kyçe që të filloni me iniciativën e këshillit të iniciues apo ju si koordinator të kësaj lëvizje? Domethënë pikat kyçe kanë qenë domethënë dëshpërimi i madh i cili është pa në çdo takim, në çdo neje, a është familjar, a është shoqëror, a është në rrugë apo në kafe, kudo kohë që është, ajo që u ndjekë non-stop nga të rinjt ishte domethënë dëshpërimi i madh, domethënë me situatën ku ata jetojnë vetë. Edhe me perspektivën të cilën ata nuk janë të e pa në këtë vend. Kjo është shumë e keqe, domethënë është një problem i cili është që ti e ndjen veten keq tash në këtë moment në këtë jetë këtu aktualisht, por është më e keqe nëse ja merr edhe perspektivën apo shpresën. Rinia jonë në përgjithësi, kur them rinia nuk jam të fol për 15 vjeçar, 20 vjeçar, edhe unë jam i ri ende, edhe pse jam 39 vjeçar apo 40 më. Do thot rinia jonë në përgjithësi deri në 40 vjet, deri në 45 vjet, gjendet në një situatë e cila është dëshpëruese për të ardhmen, gjendet në një situatë të cilët mendojnë me çkput komplet rrojet e saj të jetesës këtu dhe me u shpërngul. Na gjendemi në një trend. Thjesht një trend gjendemi, i cili është drejtuar për me ra shumë poshtë, edhe më xhduk. Edhe ne tash në këtë moment, kur ndëgjojmë këto normal është përgjithësia politikës aktuale, partijet politike duan më konë në puls të shoqërisë. Po nuk janë, ata e kanë ngrit nivelin e tyre të jetesës, edhe jetojnë në atë sferën e tyre, që është me darka, me neje, me muhabeta, me pare, me tenderokracien, me tjera, edhe shashmë e kanë hupën atë marrëdhënien mes popullatës në përgjithësi, mes triut, sidomos në veçanti, dhe me vetveten e tyre. Edhe kjo normal është përgjithësi e partijeve. Edhe këtu pikërisht këtu kena ardhur në këtë moment. Ne kena pa që këtë hapësirë e cila është krijuar dhe përdoret shumë keq ndaj popullatës në përgjithësi. Partijet politike aktuale këtu e kanë një qasje dhe një mentalitet politik bërjes, e cila është unë i marr njerëzit në shtypje të konstant, nëpërmjet vendimeve të jo të dhënara, të punës, nëpërmjet shpresdhënies që unë e shti dikën punë apo nuk e shti dikën punë, rre folmin çetër javë, çetër muaj, apo jo ose prit derisa të filloje viti i ri shkollor e tjera. Domethënë këta i marrin nën shtypje të rit. Edhe çtash kjo është ajo që ne kena thonë këtë mo e ndjemi se është kërcënim ndaj lirisë. Kjo është kërcënim ndaj lirisë, që unë s'kam drejt më tash automatikisht, pse është kjo mentalitet politik i ndërtuar, unë s'kam drejt tash me fol kullaj, domethënë nuk kam drejt me shpreh mendimin tim të lirë, mirët një drejt që është drejtet e njeriut një prej më të lartave, nuk kam drejt mu qas i lirë, për shembull, unë edhe pse punoj të filani ose të talani, të thojmë kështu ma bukfalisht, po duben qëtër parti me shku, edhe pse ai bosi jem është i kësaj partije, pa frikë që nështë më qëtë pi punës, domethënë nuk guxon as mu qas i lirë. Në një shoqëri ku ti jeton, nuk guxon me fol lirë, nuk guxon mu qas lirë, çka i thonë asaj shoqërisë? Çka i thonë? Unë në shkollë kena mësuar se i thonë diktaturë kësaj apo jo. Unë çështu e di, tash na dukesh edhe më mirë. Për mua është një farë lloj diktature. Unë kur jam kthy pi Gjermanisë, unë jam koni njoftuar për arsye se kam qenë më herët edhe në formë tjetër këtu aktiv, me rrjedhjet këtu të njerëzve dhe të mentalitetit e tjera,
Mi po ju mballafaqu kur jam kthy këtu më intensivisht me çikët marrjen të lirisë. Për mua është e ndi veten shumë, si më thonë, i rëndum me jetu një shoqëri ku unë e shoh se shoqënia jeme, familja jeme, a kush do kosh tjetër nuk guxon mu qas edhe me fol lirë. Edhe pikërisht na këtu kena me ndryshu. Këtë kena me ndryshu. Na kena mi depolitizu komplet institucionet. Mi kena depolitizu bizneset. Kena mi depolitizu mendjet e njerëzve që vetëm e shohin se është i kësaj parties ose kësaj parties, na jena këtë shqiptar. Do të me ditë këtare. Na për shqiptari këtu jena. Një fjalë vjetër e mojme në shqiptari. Na për shqiptari jena këtu. Na nuk kina që është për një parti e për një tjetër parti. Na po dojmë me zhduk që këtë mentalitet politik i cili ka bo segregacionin, në më thonë, i ka nda njerëzit në grupet të vogla të ndryshme, edhe ta ne luftojme një tjetërin, edhe neve na ndërtojnë këtë shtypje. Kjo ka qenë një. E dyta ka qenë se një nga ajo që ti ja jep pavarësien njerëzve, individit, qytetarit edhe qytetarës, në këtë shoqëri është edhe në qoftë se ti ja mundson ai vetë me punu edhe me pas të ardhët të veta. Thjesht, për mos me zgatë shumë, që 14 vjetë përrafësisht kena këtu, pin 2001 kena një farloj vetë qeverisje tonën, apo ja. Ka pasën të mira të politikë bërjes tonë, nga e PVD-ja me hershme, edhe nga PDSH-ja tashme, ka pasën të mira, ka pasën gjërat të cilët nështë i kanë bo mirë, por në përgjithësi unë po foli qëtash. A ka mundësi 14 vjetë me udhëheq një komunë e 14 vjetë mos me sjell një investitor këtu, i cili krijon vende pune. Neve na shesin në për televizora, në për interneta, në për faqe, në për kafe, na thojnë neve që ne do të më konën shqiptar, patriot, nacionalist, do të me dash kombin, do të me pas bashkimin kombëtar. A thojnë këtë e thojnë, po dëshëja se do mas të ka thonë. E tash, patriotizmi më i madh është ti me ja mundsu dikujt me pas një vend pune. Nuk ka shmo me ashit ati mendjen që patriotizmi më i madh është mu bashku me kombët tjera të cilët jetojnë këtu në trojet shqiptare. Shqipëria, Kosova. Nuk është e patriotizm, ajo është mashtrim. Prapë edhe një të cilët na e kena evidentu në qasjen tonë. I mashtrojnë plus njerëzit. E tash këta këto janë që e bojnë këtë pikturën edhe që neve na kanë motivu me u qasën politikisht. Kjo është ajo që na jena të luftu shumë mirë të mendurimi. Na jena këtu të luftu për drejtat më elementare të njerëzve. Me pas ujtë pishëm, me pasën vend pune, edhe me pasën paqe. Këtë jena të e bo. Këta luftojnë, partijet politike, luftojnë me një tjetrin dhe na i hajrojnë neve drejtat elementare tonët. Kjo është. E ne këtë e kena pasi moment që këtë e thonë, unë jam vetëm zëdhënës. Unë jam vetëm zëdhënës. Këtë populata, thotë këta. Unë qëto 3 mujtë e fundit, pikur kena dalë si iniciativë, kom pasën me Armendin edhe me tjetë së bashku. Në dite, përafërsisht, 5 dhe 8 takime. Në dite. 5 dhe 8 takime. Në tut 5 dhe 8 takime, bonin e hesap 3 mujtë e fundit, të gjithë këtë e thonë. Unë jam vetëm zëdhënës i atyre. Kur gjë është qëtër? Këtë e thonë këtë. Do thotë, na këtë ndjenjën të cilën e kena ndërtu me popullatën, duke u përzi në popullat, duke nejtë me popullatën, duke shku në përshpia, jo vetëm familje, po në shoqni, duke hecë në për kafët, duke i pa rinia çfarë pulsi kanë, e kena ndje që këtë që ne do të marrëmi këtë iniciativë, edhe do të vazhdojmë, edhe shumë decisiv është, na kena me vazhdu, edhe kena me qu deri në fund, dhe shumë shpejt kanë më qu partijet aktuale, prej ondrës ku janë të jetu ata, dhe kanë me dalë në zhgondër, edhe kanë me dalë në jashtë komunës. Kjo është ajo që ne. Po. Mirë, me që po flasim, Shqiprimi gjithnjë po thotë se ka qenë një zëdhënës, themi, i kësaj iniciative, po kush janë personat apo kush është ekipi që po themelon këtë subjekt të ri politik, themi, cila qenë kapacitetet? Besoj se për t'i emëruar emrat do t'ishte e pamundshme. Besoj në aspektin profesional ose kapacitetin. Unë mund të them kështu, në aspektin profesional janë shumë të ri dhe të reja nga komuna e Preshevës, intelektualisht, jashtëzakonisht të përgatitur, të dëshmuar në sferat e tyre ku kanë punuar deri tani, të cilët nuk janë të kënaqur me gjendjen momentale dhe që janë në gjendje që absolutisht të japin kontributin maksimal
pa llogaritur në ato që janë të zakonshme deri tani te partitë politike, se ku do të punësohen apo çfarë rroge do të marrin dhe çfarë mëditje do të kenë drejta të marrin. Domethënë janë një grup jashtëzakonisht i madh i cili po rritet çdo ditë, sepse ne kemi kaluar disa faza. Një nga fazat është kjo biseda dhe takimet me popullin, të themi kështu, me të rinjt dhe me të rejat, po mos janë shkalojmë se jemi takuar besa edhe me njerëz të vjetër, edhe me intelektual të vjetër, që kanë qenë të kyçur në të gjitha proceset, edhe para konfliktit armatosur këtu, që kanë qenë të përfshirë në proceset politike, shoqërore, edhe me ata jemi konsultuar non-stop, edhe konsultohemi, edhe kemi biseda. Domethënë nuk është mos të dalet tash se ne jemi duke përfaqësuar vetëm zërin e trive. Komplet popullsia e Luginës Preshevës, duke filluar edhe nga fëmijët, të jesh i bindur që janë pakënaqur me menaxhimin momental të gjitha resurseve edhe potencialeve të cilat komuna e Preshevës i gëzon si institucion. Pra domethënë ne kemi pas një seri takimesh që ka qenë vetëm një pjesë e vogël. Në ndërkohë ne kemi përgatitur zyrat, pra ambientin në të cilin do të vazhdoj ky rekrutimi i njerëzve, derisa ka qenë është shumë e lehtë se pas tensër e kemi hapjen solemne të zyrës. Do të kthehemi pak mbrapa. Sa ka kohë që ka nisur këshilli nicus apo ta tjezojmë më shumë, kush ka qenë ai person që e hedhi idenë e parë për një subjekt të ri politik, sepse për t'i mbledhur më afër me këtë grup që jeni sot, edhe të tjerë që ju kanë bashkuar. Po të flasun, e përmenda edhe pak më herët. Çdo qytetar, çdo i ri, çdo i moshuar, çdo ideje ne ka pas për një me ja dhonë këti vende një alternativ pak më ndryshe. Cila alternativ? Ajo alternativ sigurisht është pak më e mirë se kjo që është. Thelbi, kryesor, ideja ose fillimi i kësaj ka qenë domethënë i Armendit. Domethënë po përsëris, ideja e Armendit ka qenë. Por dashti Zoti u taku me Shqiprimin, u taku me mendurimin, gjatë shumë takimeve, gjatë shumë idejeve, e kemi pasur na përputhet ideja. Mbi të gjitha për përsëris non-stop, interese personale nuk ka. Ne si këshill i nicus që jemi këtu, po dhe ata tjerë që nuk kanë qenë, janë taku me njerëz non-stop. Mos thonë Shqiprimin ndoshta ka pas takime më shumë. Une kam jetuar në Prishtinë, me gjithë ata që jetojnë në Prishtinë, jam taku, na kanë përkrah idenë, gjithë ata, se Shqiprimin duket e ceki më herët. Rol të rëndësishëm ka me pas lëvizjen tonë edhe diaspora. Diaspora që në çdo aspekt kontribon në këtë vend, për familjet tona, për ne, për këtë vend. Në çdo subjekt politik, asnjë rol të rëndësishëm nuk ka diaspora. Pse mos t'i japim atyre një rol? Pse mos ja japim fushën e tyre të caktuar të kontribojnë edhe ata? Nuk është puna vetëm financiarisht. Financa qëndron mirë, po ndoshta ka ideja tjera, investime tjera, ose gjithçka tjetër. Ideja ka qenë e Armendit, por gjithmonë jemi taku me njerëz. Mbi të gjitha, për fund e kena pas një ideal. Ideali ka qenë, dojmë diçka ndryshime. Kemi taku me njerëz, kemi bisedu, në fund takimit ka thonë, okej, po bashkangjit në unë familja jeme, po tash une roli jem, ose pozita nëse i fiton zgjedhjet, çka? Jo, ti nuk i bashkangjitës idejes tonë. Ideja jonë është jo personale interesa, por për një jetë më të mirë. Për një person, shembull për marrë në komunë, dim se si shkojnë rrjedhët, si punësohen, si asi. Ideja jonë është të hapë një konkurs, ne të aplikojnë 20 veta. Unë si qytetar, unë po edhe qytetari tjetër. A e ka lexuar ndonjëherë ligjin se si zgjidhet një kandidat ose një konkurs, shembull e mora në komunë. A kanë aplikuar 20 veta ose 10 veta si është ligji? A janë rekrutuar ata njerëz? A ka pas test me shkrim? A ka pas test me gojë? A ka pas u zgjedh personi i cili e meriton, që i ka plotsu këto kushte, që i parashë ligjin çdo shtet botës, e sidomos edhe këto. Këto aplikon, është i partisë, është familjarizëm, aplikon kushi nuk e di si ka apliku, kur ka apliku, gazetë zyrtare, njoftim zyrtar, konkursi nuk është pall. Ne, unë kur jam taku me Armendin ka thënë, do ta bëjmë si na parashë ligji, dojmë profesionista, dojmë gjithçka me qenë rregull. Okej, bashkangjite me Armend, bravo të qoftë që ki fillu këtë punë, unë të përkraj familja ime, shokët e mi që e kanë këtë ide. Edhe besoj që derën e kanë hap ata që mendojnë kështu si ne. Ata persona që mendojnë se nëse na bjen 20 vota, 50 vota, kërkon punë, kërkon
të nderokracinë që përmendi Shqiprimi, apo tjetrën, ata nuk kanë vend të ne. Ju premtojmë se me ata nuk do të bashkëpunojmë asnjëherë. Po, mirë, para se dalmi tek organizimi i subjektit, themi deri tek ku keni arritur, do ndërlim edhe pak me idenë e subjekteve të reja politike. Po flasim gjithnjë që ka 14 vite tendencë për dalë në skenën politike subjekte të reja politike. Gjatë këtyre viteve është vërtet që kemi pas subjekte të reja politike, kemi pas tentativa për lëvizje të re. Mendoni se qasja juaj do qetë ndryshe nga ato ide të mëparshme, sepse zgjedhjet e 2012-s kishim një lëvizje të re që më pas rezultoi që nuk pat qëllimin, nuk arrit qëllimin e vet. E shikni ju në këtë moment apo keni një analizë se mund keni një rrezik kundrejt këtij organizimi apo kësaj iniciative për dalë në skenë politike? Pikë së pari një rrjedhshmëria. Rrjedhshmëria njëherë që ne kena dalë si subjekt i ri politik tash, është ndryshe prej rrjedhshmërisë së partive të mëhershëm. Domethënë partitë të mëhershëm, të cilët kanë dalë si partia të reja, ti themi, pas PVD-s dhe pas PDSH-s, e cila njerë ka qenë në shoqat apo jo, dhe u formuta në parti politike, dhe PVD-e cila ka qenë pinvak, domethënë parti politike, kanë rrjedhën tani si degat e tyre, domethënë partijet e reja. Domethënë nuk ka shkuar në mënyrë që ka qenë një organizim i komplet ose i ardhur nga popullata, por ka qenë një organizim pinal të poshtë. Do thotë si më koni knaqën e mo, shemë të bi, në PDSH, edhe tani, kum dalë për aty, pëse s'ku mujtë mi knaqën apetitet e mija personale dhe të grupit tim, aty shaj kum pas afer, dhe kena dalën edhe kena bo një parti tjetër. Njëjtë ka qenë edhe të PVD-ja, ka dëne ka qenë edhe në kombinim, do për kësaj parti, do për asaj parti, edhe kanë dalë kanë bo një parti. Në më thonë ka qenë, piknisja ka qenë ndryshe, rrjedhshmëria ka qenë ndryshe, ka dalë pinat të poshtë. Kundërta është na. Na që të shu përshifni, në po startojmë pi poshtë edhe përshujmë kada alternat. Domethënë kjo e bon dallimin njëherë mes atyre dhe mes neve dhe unë du të theksoj shumë qartas mes atyre komplet edhe mes neve në veçanti. Na jena komplet ndryshe, filozofinë e kena ndryshe, qasin e kena ndryshe dhe pastaj edhe njerëzit të cilët me bashkangjitën janë komplet ndryshe. Kjo është një. E dyta, rrezik. Ne e dim që ka qenë para 3 vite apo 4, më duket ka qenë një lëvizje e cila po me disa tri të cilat janë organizuar atëherë, por edhe atëherë ne, unë personalisht, domethënë atëherë kam dhënë sinjale të qarta atyre se kam dëgjuar në Gjermani për ta, që mos ta bëjnë këtë punë. Të qarta e kam thënë mesazhe përmes njerëzve që mos ta bëjnë këtë punë, për arsye se ne jena në përgatitje më sipër të një lëvizje në mendjen tonë, mos na i marrin energjinë, pasi që e shishna që më ka shumë serioze. Do të ideja juaj ka vite që ka qenë. Po, unë e mendurimi e tha pak më herët që e personalifikoj gjithçka, por ajo është që jam puçën shumë njerëz që kjo ide ka qenë më herët komplet e shpërndam në shoqërinë tonë. Edhe ju me siguri në për kafe ku keni shku, e keni ndëgju këtë në një farlloj forma apo tjetër. Do thotë secili e ka folë këtë anë, thjesht është ka momenti që ju në puçën ideja ati, ideja e këti, ideja ati, edhe ka ardhën që thjesht tani jam bashku këto ideat edhe kanë thonë, okay, now we start, na tash po startojmi. Dhe na i kena dhënë atëherë mesazhet e qarta dhe ata prapë kanë vazhdu, por edhe ka qenë na pse kena dhënë mesazhe, pse nuk na ka dok serioz pin start, pa dash tashmi ofendu ata personat personalisht, po thjesht si moment se një lëvizje e cila do sukses, e bie suksesin duhet mu themelu me njerëz, ajo është njëra, në vendin, ajo është dyta, po edhe në kohën e dorë. Atëherë koha për mua nuk ka qenë për me bërë. Dhe për këtë edhe na kena thonë. Kështu që ajo ka ardhur, ka shku me një rend, nuk ka pas kur një farë efekti, kanë shku, që thot njëri kanë shku do vota hoç, gjë e cilët na nuk ka më shku hoç. Pra, te ne është komplet ndryshe. Rreziqet të cilët mujtë më paraqiten, bojrum, kush doje ne më në rreziku në një farlloj forme bojrum, por ne e kena vendosur shumë qartës, edhe unë i bëj apel atyre të cilët mendojnë që mujtë në një farlloj forme neve më na frigu, më na ofru, më na çka do kohë që janë këto ato çësje të ndryshme tradicionale në politikë, atë më i them mos lodhën, domethënë se ne e kena vendosur me largu këtë pushtet, edhe na me hi në këtë pushtet, mos na i dëmtojnë trit edhe më shumë se sa vetëm i ka dëmtu, mos na dëmtojnë të vjetrit edhe më shumë se sa vetëm i kanë dëmtu, ata i kanë dëmtu shpirtërisht, trit pin dëmtojnë shpirtërisht, por edhe materialisht, kjo është njëra, dhe mos lodhen mo, ta kuptojnë se ka ardhur koha edhe atyre që thjesht më tërheqen,
nuk po them pa u mundu më tërheqen, po them pa bo shumë plon më tërheqen, një tërhiqen më pikë këtij postit, një tërhiqen si njerëz që kanë bartën këtë përgjegjësi, edhe se kanë pru, se kanë çuar deri në fund këtë amanet, të cilën ja kanë dhënë çdo 4 vjet qytetari, dhe thjesht të na lojnë neve të punojmë, na e kena serioz, na kena njerëz të cilët janë profesionalista, na e dim se ç'i shkojnë punët këtu, dhe mos lodhen, mos ta çajnë kokën, si më thonën që ku s'dim be këta më mirë ta vazhdojnë 90 vjet. Lirisht, lënë mos e vazhdoni edhe 10 vjet, se na dim ta bëjmë këtë punë. Po. Amend ku është shëmërimi me organizimin e subjektit politik? Fillova pak më herët, teknikisht jemi bërë gati në çdo aspekt. Kur them teknikisht e kam fjalën për ambientet i kemi siguruar, i kemi rregulluar, pas nesër do bëhet hapja solemne e zyrës tonë, do të jetë një mundësi e mirë e jona, po e shohim tash si një vend takim i njerëzve me të cilët ndajmë këtë ideal të përbashkët. Tash kemi mundësi teknike edhe për të përgatitur me detale tjera. Përsa i përket procedurës së regjistrimit, edhe aty kemi ecë goxha, domethënë jemi përgatitur, përsa i përket dokumentacionit jemi të kompletuar, shumë shpejt do ta kemi kuvendin themelues. Po them, kjo ka qenë një proces jo i shkurt, ka 4-5 muaj, që e shtrove pyetjen pak më herët, domethënë ka 4-5 muaj që ne po punojmë intensivisht në këto drejtime, janë gjëra teknike, janë detale të cilat kanë kërkuar një përkushtim nga Këshilli Iniciues, edhe kjo ka qenë njëkohësisht edhe mundësia jona për të promovuar në kuptimin jo për të promovuar politikisht, po për të promovuar tek të rinjt edhe te ata që ndajnë të njëjtin mendim me neve, për të na bashkangjitur edhe gjatë vetë rregullimit zyrës për shembull, ku shumicën e punëve i kemi bërë shumë në mënyrë vullnetare, edhe pas nesër kur bëhet hapja, do të shohim se me të vërtetë kemi krijuar një ambient i cili është me të vërtetë një ambient i shkëlqyeshëm i punës, se ideja është që salla e konferencave e cila është përgatit, të jetë motor i planifikimit të projekteve në të ardhmen, derisa të mirët pushtetje edhe pastaj të kemi mekanizmat edhe për të implementuar këtë gjëra, por në ndërkohë programi i partisë sonë është në përfundim me sipër, në detalizim se ka përfunduar moti, po tash po kemi filluar të merremi edhe me detale, kemi krijuar grupe punuese gati për çdo sferë të jetës këtu në Preshevë. Ekziston grupi i punës për zhvillim ekonomik, ekziston grupi i punës për shëndetësi, ekziston grupi i punës për arsim, por për të gjitha fushat kemi grup punues me intelektual të shkëlqyeshëm. Unë kam qenë i vetëdijshëm se komuna e Preshevës ka potenciale, se nga përvoja e punës cilën e kam pas me punën me organizata ndërkombëtare kam takuar shumë tri edhe të reja me kapacitete të jashtëzakonshme, domethënë njerëz që janë shkolluar në universitete me renome botërore, por tash përfundimisht partia jonë politike po ja u jep mundësinë që gjithat njohuri dhe gjithat kapacitet që e kanë ta aplikojnë. Domethënë se gabimi ndër gabimet më primare të partive politike deri tani është, siç tha Shqiprimi, ajo mbyllja e atij rrethit të njerëzve cilët udhëheqin dhe përfitojnë bashkë me klanet e tyre, edhe normalisht që nuk ka qenë interes tyre që t'u ofrohen njerëz të mençur apo njerëz cilët janë gjendje me propozu ide bashkëore, se partitë momentale kanë ngjecur në vitin 92-93, hiç më vonë. Domethënë gjërat kanë ecë shumë përpara. Shumë sende kanë evoluar nga makina e shkrimit me cilat i kanë marrë ata vendimet, në kohën kur i kanë themeluar partitë politike, edhe që fatkeqësisht ato statute edhe ato programe politike të cilat i kanë bërë në vitin 90 nuk i kanë ndryshuar asnjë shkronjë to. Domethënë kanë mbetë shumë mbrapa sepse janë aq shumë të vetkënaqur nga pozita cilën e kanë arrit, edhe aq ju duket vetja si të pacënueshëm që nuk kanë marrë iniciativë dhe mund që ta thrasin një kapacitet tonin i cili punon në ndonjë institucion botëror që të vijë një 10 minuta dhe thjesht hapi mendimin e tij. Ku tha mendurimi diaspora fuqi e jona, e padiskutueshme dhe familjare, domethënë edhe ekonomitë tona familjare, diasporën e kanë mbështetës kryesor financiar, se vendet punës fatkeqësisht këtu nuk po krijohen. Asnjë takim i vetëm me diasporën nuk është mbajtur kurrë në jetë, përveç ndoshta ndonjëherë kur ka qenë puna për poena politik të thjeshta, e cila është transformuar vetëm në një votë. E kështu që janë disa hapa, ne nuk po pretendojmë se do të bëjmë magji, po pretendojmë se jemi të vetëdijshëm që ka shumë hapa real
që nuk kërkojnë ndonjë sforcim kush e di se çfarë, por vetëm kërkojnë një përkushtim të ekspertëve të fushave ndryshme, shumë të thjeshta, edhe cilat do t'i ndërmarrim me njëherë. Domethënë ne kemi filluar veç t'i ndërmarrim si parti politike, edhe të cilat do t'i aplikojmë. Ajo që duhet të ndërlidhem është se rreziku vetëm nga kjo iniciativë, nga themelimi i kësaj iniciative politike, është për partitë ekzistuese. Mirë. Me që po flasim për regjistrimin e subjektit politik, a ka ndonjë ide se si do quhet ky subjekt i ri politik, do të qetë lëvizje, cila do të qetë motoja kryesore e vizionit lëvizjes së re apo këtij subjekti politik? Në prej fillimit e cekëm, po Me që drejt tani s'kemi zyrtare asgjë. Po, zyrtarisht pas nesër do të shpaloset logo e partisë sonë, moto e partisë sonë, si dhe emri i partisë sonë. Por një gjë dihet, do të japmi qytetarëve tonë një alternativë ndryshe. Kjo është gjithë. Po, do të flasim përsëri tek skena politike. Pak më herët thatë se gjatë këtyre 14 viteve nuk kanë rezultuar subjektet politike të cilin atë çfarë kanë kërkuar qytetarët. Cila do të qetë qasja juaj, e subjektit tuaj politik, me që kemi tabore politike që kanë për ide bashkimi kombëtar, pjesa tjetër ka për ide integrimin nëpërmjet institucioneve të Serbisë për të arritur qëllimin. Çfarë do të qetë qasja juaj subjektit politik, themi me këtyre dy tabore? Një hap vetëm të mas. Barometër i sakt i politik bërjes të viteve të kaluar nga partijet aktuale, do të mëhershëm të cënë ka qenë, prej nga viti 2001, është vetë populata. Qoftë se e shohim me numra, ne e shohim se populata është në shpërngulje më sipër, edhe atë konstant. Domethënë edhe nuk është u ndarë. Kjo e tregon domethënë se të gjitha politiket të cilët këta partijet i kanë praktikuar me vite me radhë, e tregon se kanë qenë dështuese. Se në qoftë se kishin qenë suksesshme, atëherë popullata kishte qenë këtu. Okay? Ne me partijen tonë do të qasemi ashtu, siç është vija e përgjithshme e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian neve na ka thonë, edhe na thotë të gjithë shqiptarëve, se ku ndryshim, ku fëmijëve, nuk do të ketë. I vetmi ndryshim për juve i cili ka më ndodhur është me hinë në Bashkimin Evropian, me jetu brenda kornizave të Bashkimit Evropian. Kjo ka më konë qasja jone. Domethënë ka më konë shumë pro-evropiane, paralelisht ka më konë pra edhe pro-shqiptare, se është një interes të shqiptarëve filluar pi Shqipërisë edhe pi Kosovës, po edhe pi Preshevës, që ne me u bashkangjit me Bashkimin Evropian dhe këtu ku jemi ne me dhonë kontributin ton për me lehtësu procesin e integrimit brenda Bashkimit Evropian. Kjo është një. E dytë është, ne duhet të kuptojmë se ne jena një komunë. Ne jena një komunë e cila nuk mujtet më krahasu, edhe pse kena atë stadin special që u krahasu me shtetet, kur të folet për Shqipërinë, kur të folet për Kosovën e Maqedoninë, në fund seket edhe Presheva. Tash, këtë është në rregull, mi po ne jena një komunë. Ne nuk bëjmë politik internacionale. Ne bëjmë në qoftë se bëjmë politik rajonale. Ne mujtemi me dhon kontributin ton paqësor dhe sidomos mediator në sfidet e ndryshme politike të cilët ndodhin këtu në rajon. Ma shumë ne nuk mujtemi me bëjmë. Ne jeni një popullat të cilët tash i kena për afërsisht 40-50.000, 60.000 banor këtu. Ne nuk jena në gjendje me shpallën, bashkimin kombëtar, nuk është detyra jona ajo. Është detyra këtë dikujt tjetër. E ne qoftë se ata e shpallin, edhe të qertë mbështesin, atëherë edhe ne mbështesim, edhe jena aty, normalisht jena aty, se është ëndra e jonë e stërgjysheve të lagsh tonë. Kështu që ne normal jena aty, ne dojmë këtë popull, për këtë na gjindimi këto edhe e kena nis këtë iniciativë politike. Por real politike në me bo, politik shumë reale e orientume në zhvillimet në rajon, dhe sidomos në koordinim me shtetin anë, shqiptar, dhe me Kosovën, dhe me Bashkimin Evropian, dhe me Shtetet Bashkuara. Na këtë kena me bo. Nuk kena me ofendu shtetet anë, partnerët tonë, nuk kena me ofendu, na nuk kena edhe mi largu, po kena mi ofru, si që shka qenë, ju e shifni. Ku janë organizatet të ndryshme ndërkombëtar? Ku janë? A janë këtu në teren? Unë e s'pishof. Ma herët i kom pa. Tash nuk pishof. Kur ka qenë Armendi aktiv, atëherë janë këtu. Pse janë shkputën? Çka ka ndodhur? Në Gjermani politika këtu aktuale njihet si politika radikale. Pse më ndodh kjo? Kjo shkon në disfavor të popullatës shqiptare. Ne duhet ta kuptojmë. Me votën tonë të cilën na japmi çdo 4 vjet. Çdo 4 vjet. Ne e vendosmi për vetveten tonë, jo për partinë. Për vetveten tonë vendosmi këtu. Vota është amanet i cili për ty ti vendos jetën tonë.
këto partije të cilët janë aktuale këtu, me politikën e tyre, jo të suksesshme, e kanë pru që populata mos më ia dhonë votën këtyre. Kjo është. Hasan, nëse më lejon të ndërlidhem vetëm me një fjalë, me disa fjalë të shkurta. Nuk ekzistojnë dy tabore momentalisht. Domethënë kanë ekzistuar, PDSH-ja ka përfaqësuar deri tani një parti politike e cila nuk ka marrë pjesë në institucionet e nivelit qendror, por kjo ka ndryshuar. PDSH-ja tash e njeh trupin koordinues, e njeh merr pjesë në zgjedhje për Këshillin Nacional, për Këshillin Kombëtar. Me siguri po përgatitet edhe të merr pjesë për zgjedhjet parlamentare. Domethënë është moment i rëndësishëm që ne në asnjë mënyrë nuk gëzojmë që popullata të gënjehet edhe më tej se kinse janë dy tabore, njëra kombëtare, tjetra antikombëtare, se do të ishte një iluzion. Ne nuk do t'ja lejojmë vetës që populli të vazhdojë të i haj gënjeshtrat dhe mashtrimet e partive ekzistuese politike, cilat njëra pretendon se është pro integrimit dhe pro europiane, e në fakt nuk bën asnjë hap konkret drejt integrimit dhe drejt kyçes në Unionin Evropian, dhe tjetra që pretendon se është kombëtare dhe se i bojkoton institucionet, kur njëkohësisht merr pjesë në ndërtimin e gjitha atyre institucioneve që ndërtohen këtu. Çfarë janë kapacitetet e juaja intelektuale, me që Presheva, temi Lugina e Preshevës dallon si rajon, temi si komunë, dallon nga një komunë tjetër në Kosovë. Presheva do të përballet temi me sfida të tjera politike, përveç sfidave për një jetë më të mirë qytetarëve, ka dhe sfida në nivel temi diplomatik. Çfarë është kapaciteti juaj në këtë drejtim, me që gjithnjë vazhdimsi kemi bisedime me ministrat për arritjen e të drejtave tona si në arsim, kulturë, informim, gjuhë. Çfarë është kjo? Unë këtu vetëm një fjalë. Është më rëndësi njëherë ne ta kuptojmë se partijet aktuale këta smujtën të bojnë, po ne si alternativë për të ardhmen, kena me ndërtu një tjetër ton të komunikimit politikisht me institucionet edhe me organizatet si kombëtare, si ndërkombëtare. Kjo është shumë rëndësi. Për këtë intelektual tonë flasin, këtë ku dukov që janë, dhe për këtë Presheva posedon një numër të mjaftueshëm si brenda vendit edhe jashtë vendit, si tha mendurimi edhe në Kosovë shembull, ose në diasporë, në përgjithësi ka në Shtetet e Bashkuara, të cilët na kanë kontaktuar neve dhe thjesht kanë dashur me shpreh një herë me njohjen për guximin të cilën e kena marrë iniciativë, por edhe njëkohësisht e kanë shpreh atë vullnetin që me kontribu konstruktiv në ndërtimin e politikës. Qoftë se dikush frigohet që ne jena tri dhe nuk e kuptojmë se si ndërtohet një politikë si diplomatik, si ndërkombëtarisht, atëherë unë ju them, kanë do koftë hunxhni këtu brenda në Trojes, do ta shohim se kush di me ndërtu dhe kush nuk di me ndërtu. Na jena shumë të vetëdijshëm që na jena tri, por posedojmë një sasi të madhe të përvojës si politike, si në nivel qeveritar, po si edhe në nivel jo qeveritar, e cila është pjesë e politikë bërës shoqëror, domethënë ne e kena këtë përvojë dhe integrojmë që është brenda kohës njerëz të cilët kanë dhënë kontributin konkret në fushën e tyre. Kjo është një. E dyta është prapu kthehen në hap të mas. Ata e kanë dëshmuar, këto partijet e kanë dëshmuar që nuk e kanë vetë ata këtë çastin diplomatike, këtë tonin politik, që ne du të meditën se politika është me ofru njerëzit jetët më të mirë. E në qoftë se shkon në dëm temin personal, atëherë një qkojë barën në të mirën e popullatës. Këta e kanë bërë ndryshe. Këta kanë thonë, ma mi një qkojë në dëm të popullatës, mos shkojë në dëm timin personal ose grupor. Kjo është ajo të cënë ata e ndërtojnë. Pra, pyqëm pse pe elaboroj shumë pe onësh, po du më të thonë që këta partijet vetë nuk e posedojnë këtë, dhe mos aludohet në këtë, jo nga te, po dhe nga shikuesit, që ne nuk e posedojmë këtë, ne e posedojmë këtë, a këta e kanë dëshmuar që nuk e posedojnë, tash është me vendosën ata. Po, edhe një pyetje me që jemi ka fundi e emisionit, a ka ngjashmëri lëvizja juaj politike, themi me lëvizjet në rajon? Kemi në Kosovë lëvizjen vetëvendosje, kishim lëvizjen fair, pastaj kemi pasur lëvizje tjera. Çfarë dallon lëvizja juaj për dallim nga lëvizjet e tjera politike? Kështu parimisht ne do të mundohemi që të shmangim rrugët e lëvizjeve tjera. Po çfarë është përvoja? Ku është ajo përvoja juaj? Besoj se do duhet kishte kontaktuar me ndonjë lëvizje, jo Kosovë Shqipëri, më sa më lart, kishim edhe partinë e fortë Kosovë, si një ide që vjen nga Anglia nëse nuk gabon. Ata definitivisht nuk do t'i kopjojmë në asnjë aspekt. Këtë e kemi të sigurt. Ajo që është më rëndësi. Nuk kemi as lideri, po. Ajo që është më rëndësi Hasan është se ne
do të këmbgullim që në pika parë, në asnjë mënyrë gjatë rekrutimit të individëve, cilë do të na bashkohen partisë sonë, të rrezikojmë në kuptimin që njerëzit që cilët janë të vetëdijshëm që këtu ka nevojë për ndryshime, por janë duke pritur vendimin nga një drejtor i caktuar nga PVD apo PDSH, do të jemi shumë të kujdesshëm me këtë strukturë të njerëzve, sepse definitivisht nuk do të ndërmarrim hapa që ta lëm dikon pa bukë ose pa punë, domethënë me këta do të jemi shumë të kujdesshëm, por njëkohësisht do të luajmë rol kyç në bashkimin apo unitetin e shqiptarëve në Preshevë. Nuk do të ndjekim hapat edhe procedurat e asnjë lëvizje në rajon, e sidomos të lëvizjes vetëvendosje në kuptimin e fjalës se si ata e shprehin pa kënaqësinë, ne nuk do dalim edhe të bëjmë protesta, ne do të shkojmë hap pas hapi sepse momenti është edhe vendi është i dur ku definitivisht ka nevojë për një lëvizje të re politike në Preshevë, njerëzit po na bashkohen, ajo që ne duhet jemi të kujdesshëm që mos të krijojmë në asnjë mënyrë përçarje, por ta luajmë rolin e kundërt, pra të jemi ata cilë do ta bashkojmë popullatën në një alternativë politike e cila do ti penzionoj liderët e deri tanishëm, me një falënderim për këtë punën e shumë mundimshme të tyre deri tani, edhe ti çojmë proceset para, pa shkaktuar asnjëherë përçarje mes popullatës. Mirë, cilat do të jenë projektet prioritare që do të implementoni dhe që besoni se janë të kafshme për qytetarët e Unë e thash edhe më herët, për neve kryesor edhe patriotizmi më i madh për neve është me kriju vende pune. Projekti më kryesor që edhe njerëz në përgjithësi janë të kyçur aty nga partia jonë, që po mundohen domethënë me ndërtu çtash atë trasin apo atë rrugën, që me mujtë me thithë sa ma kollaj një investitor, është kjo. Domethënë ne jena të vetëdijshëm se pa punë nuk ka edhe një jetë të kompletuar. Ne duhet me kriju vende punës. Detyra e politikë bërjes ka qenë pin 2001, po sidomos për neve është me kriju vende punës. Ata kanë dështu, ne nuk kena me dështu. Unë e vi nga Gjermania, unë e vi nga Evropa dhe unë ju garantoj juve që për gjithë kompanive të cilët gjenden në Evropë, një këto kena me tërheqen. Këtare garancë, edhe në qoftë se nuk e bojmë, edhe në qoftë se unë jam bartës, edhe nuk e bojmë këtë, atëherë unë vetë tërheqna. Vetë kam dështuar, për nga ona jemi personale kam dështuar, edhe nuk e vazhdoj pro si ku që shënsh këto tradit, me thonën televizor, me thonën para presit, se tërhiqna pse ka ndodhur kjo, e ta në valla kryesia pet më kalonën mua pa qetër me netën aty. Sa është kjo është me lujtën me ndjenjat e popullit, me lujtën me nderin e popullit, në vazhdimsi, edhe pse që 14 vjet e kum shkatru tash edhe nderin për shkatroj, më thonë, kjo ka me pas për fund. E unë po kthehet për 15 vjet unë, qoftë se unë jam bartës. Atëherë unë ju garantoj që një kompani këtu minimum ka me ardhën, edhe ka me investu, edhe ka me kriju vende pune. Edhe kjo ka më konë patriotizmi jonë të cilën na si parti kena me implementuar. Në qoftë se nuk bëhet, atëherë unë nuk jam mas 4 vjet. Po, me që jemi në fund, nëse keni çtoni diçka për fund, vendorin. Për fund unë desha ti kujtoj edhe një herë gjithë teleshikues. Ne jemi gati, Këshilli Iniciues, kemi rekrutuar njerëz shumë, po edhe ata që e ndin vjetën që do të japin një kontribut në fushat caktuara, vendi është te ne, me njerëz pa interesa personale, me njerëz që na bashkon me ne një ideal për një jetë më të mirë, me njerëz intelektual, jo intelektual, fshatar, qytetar, të rinj, moshuar, e kemi në kuadër partisë, e kemi krijuar. Do me thonë, edhe ajo është si Këshilli Iniciues, që në hapëm, kur ta kemi kovendin themelus, do t'i shëndrojmë tamam ndeg, është forum i gruas, i ftojmë gjithë motrat, gjithë nënat tona të marrin pjesë aty, e kemi forumin rinor, i ftojmë të gjithë trit, është shkollën e mesme, është fakultet, është kudo, vendi është tek ne, të vinë të japin kontributin e tyre. Ne jemi gati, pas nesër do të hapmi zyrtarisht, kemi të njoftuara institucionet vendore, kemi të njoftuara dhe të ftuara ambasadat të cilat veprojnë në Serbi. Do me thonë, shumë shpejt do të hapmi kuvendin themelus, do të zgjedhmi organet e partisë, dhe me njëherë hapas hapi, si që në parashe dhe ligji, të filloj me grumbullimin e nënshkrimeve, që zyrtarisht të bëjmë jo si lëvizje, po si parti politike këtu në Preshevë. Për fund, i ftoj gjithë ata që janë të dëshpëruar me këtë keq politik bërje, i ftoj ata që nuk kanë qenë të kyçëm asnjëherë në ndonjë parti, i ftoj gjithë ata që e ndin veten që mund të japin kontribut, vendi është tek ne, zyrën e kemi, i kemi njerëz të duhur, grupet punuese për regjistrim, për së regjistrim, për gjithçka. Faleminderit. Mirë, atëherë i falenderoj që ishit pjesë e emisionit sonëm.
Nderuar teleshikues, në studion e hapur sonte kemi biseduar me këshillin iniciues të subjektit më të ri politik, cilin pas nesër do të mësojmë emrin, moton dhe vizionin e këtij subjekti politik. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët, natën e mirë, takohemi në emisionin e radhës Studio e hapur.